Përshëndetje miq. Mirë se erdhët në një tjetër rrëfim të jetës reale, ku dashuria, pritshmëritë dhe mentaliteti shpesh përplasen fort me njëri tjetrin. Historia e sotme është sa e dhimbshme, aq edhe vërtet, sepse prek një temë tabu që ende sot rëndon mbi shumë martesa dhe çifte të reja. Bëhet fjalë për një djalë 30 vjeçar, i cili pas shumë kërkimesh dhe insistimit të familjes, vendosi të martohej me një vajzë të bukur, 25 vjeçare. Dasma u bë madhështore, e mbushur me muzikë, valle dhe gëzim nga të dyja familjet. Të gjithë menduan se kjo do të ishte një lidhje e gjatë dhe e lumtur. Por pas vetëm një muaji martesë, ndodhi ajo që askush nuk e kishte pritur. Dhëndri vendosi të divorcohej. Arsyeja: zbuloi se gruaja e tij nuk ishte e virgjër. Ky fakt i thjeshtë, që në shumë shoqëri nuk do të kishte ndonjë rëndësi të madhe, për të dhe familjen e tij ishte një turp i madh dhe një shkelje e besimit. Kështu fillon rrëfimi ynë, një histori që tregon se si një mentalitet i ngurtë, paragjykimet dhe pritshmëritë e gabuara mund të shkatërrojnë një martesë ende pa lulëzuar. Dasma ishte organizuar me shumë kujdes. Familja e Dhëndrit kishte shpenzuar shumë të mëdha parash për të siguruar që gjithçka të ishte perfekte. Nga muzika e orkestrës, tek zbukurimet e lokalit, tek fustani i bardhë i nuses që i shkëlqente bukur në dritën e sallës. Dhëndri, një 30 vjeçar i gjatë, serioz dhe i njohur për karakterin e tij të rrept, duke i krenar që më në fund po martohej. Në anën tjetër, Nusja, një vajzë 25 vjeçare e qetë dhe ndrojtur, kishte një buzëqeshje të fshehur, që ndoshta mbulonte ankthin e brendshëm. Të dyja familjet kishin vite që e njihnin njëra tjetrën dhe kjo martesë shihej si një bashkim i përsosur. Në fshat, njerëzit flisnin se çifti do të ndërtonte një jetë të qëndrueshme, sepse Dhëndri ishte punëtor dhe kishte biznesin e tij, ndërsa Nusja ishte edukuar dhe vinte nga një familje e respektuar. Askush nuk dyshonte se pas atij gëzimi do të fshihej një dramë që do të shpërthente shumë shpejt. Ditët e para të martesës kaluan normalisht. Dhëndri priste nga gruaja e tij një nënshtrim të plot dhe besnikëri absolute. Ai vinte nga një shtëpi ku fjala e burrit ishte ligj dhe ku gruaja duhej të ruante nderin e saj mbi gjithçka. Për të, virgjëria e Nuses nuk ishte thjesht një detaj, por një dëshmi e ndeshmërisë dhe moralit. Në mendjen e tij, çdo gjë që devionte nga ky standard ishte e papranueshme. Nga ana tjetër, Nusja përpiqej të ishte e dashur dhe e kujdesshme. Ajo gatuante, pastronte dhe i qëndronte pranë burrit, duke menduar se me kohë do të fitohej dashuria e tij e plot. Megjithatë, brenda saj kishte një frikë të madhe, sekretin që mbante. Ajo e dinte se nëse burri i saj do të mësonte të kaluarën, gjithçka do të merrte fund. Për këtë arsye, çdo ditë e kalonte mes ankthit dhe frikës. Sekreti u zbulua shumë më shpejt se sa ajo e kishte imagjinuar. Një natë, mes bisedave të çastit dhe intimitetit, Dhëndri vuri re se diçka nuk përputhej me pritshmëritë e tij. Fillimisht ai nuk foli, por në heshtje filloi të dyshonte. Pas disa ditësh, pyetjet u kthyen në ballafaqim të drejtë për drejtë. Ti nuk je ajo që më premtove, i tha ai me një ton të ashpër, ndërsa gruaja e tij uli kokën e turpëruar. Ajo nuk e mohoi. Me lot në sy, i rrëfeu se para shumë vitesh kishte pasur një lidhje tjetër, një dashuri rinore që kishte marrë fund. Ajo kishte menduar se kjo nuk do të kishte rëndësi tani që ishte martuar, por gaboi. Për Dhëndrin, ky rrëfim ishte tronditës. Ai nuk e pa më si gruan e tij, por si dikë që e kishte mashtruar. Ndjenja e tradhtisë u bë aq e fortë sa brenda tij nisi të rënohej çdo dëshirë për ta vazhduar martesën. Që aty, fundi i tyre ishte vetëm çështje kohe. Pas rrëfimit, atmosfera në shtëpi u tensionua menjëherë. Dhëndri nuk mund të kontrollonte zemërimin dhe zhgënjimin e tij, ndërsa Nusja ndihej e pafuqishme dhe e trishtuar. Familja e tij u përfshi nga një ndjenjë turpi dhe zhgënjimi. Ata mendonin se ndeshmëria dhe virgjëria e Nuses ishin baza e çdo martese dhe ndjenja e tradhtisë i kishte goditur më keq se gjithçka tjetër. Ditët pas asaj ngjarjeje u bën të padurueshme. Çdo bisedë mes tyre përfundonte me debate, dhe çdo përpjekje për afrim dështonte. Dhëndri ishte i vendosur. Për të, respekti dhe besimi ishin të parët, dhe ai ndjente se nuk mund të vazhdonte martesën me dikë që sipas tij e kishte shkelur nderin. Nusja përpiqej të shpjegonte, të kërkonte falje,
por fjalët e saj nuk kishin më peshë. Pas vetëm një muaj martesë, vendimi u mor. Një ndarje e dhimbshme, por e patjetërsueshme sipas dhëndrit. Dokumentet e divorcit u nënshkruan dhe lajmi për ndarjen u përhap shpejt në fshat. Të gjithë folën për martesën që dështoi për shkak të një sekreti të së kaluarës, duke kthyer historinë në një shembull të ashpër të pritshmërive të pamatura dhe paragjykimeve shoqërore. Nusja u largua me lot dhe dhimbje, ndërsa dhëndri mbeti i bindur se kishte vepruar sipas bindjes së tij, por brenda tij mbete një boshllëk i thellë, sepse dashuria që kishin pasur fillimisht ishte e vërtetë dhe e ndershme. Pas divorcit, jeta e të dyve ndryshoi rrënjësisht. Nusja, e cila sapo kishte mbushur 25 vjeç, u përball me një dhimbje të thellë emocionale. Përveç humbjes së martesës, ajo përjetoi turpin dhe gjykimin e fshatit. Shumë njerëz folën pas shpine, duke komentuar mbi të kaluarën e saj dhe mbi dështimin e martesës së shkurtër. Megjithatë, ajo përpiqej të rikthehej në jetën e saj normale, duke kërkuar forcën për të ecur përpara dhe për të mësuar nga përvoja e hidhur. Dhëndri 30 vjeçar, nga ana tjetër, përjetoi ndjenja të përziera. Nga jashtë ai dukej i vendosur dhe i drejtë, por brenda tij kishte një boshllëk emocional. Ai kishte humbur mundësinë për të ndërtuar një lidhje të sinqertë dhe dashuri të thellë, të bazuar në përputhje dhe për kujdesje të ndërsjellë. Përveç kësaj, presioni i familjes dhe shoqërisë e kishte shtyrë drejt vendimeve të shpejta dhe të repta, duke e bërë të humbiste mundësinë për të kuptuar se dashuria nuk matet vetëm me paragjykime apo norma të vjetruara. Ky rast u bë një mësim i hidhur për të gjithë ata që ishin përfshirë. Për dhëndrin, ishte një përkujtues i ashpër se ndonjëherë bindjet e forta dhe pritshmëritë shoqërore mund të shkatërrojnë lumturinë personale. Për nusjen, ishte një mësim mbi vetëvlerësimin dhe fuqinë për të vazhduar përpara pavarësisht gjykimeve dhe paragjykimeve. Dhe për komunitetin, ishte një kujtesë se dashuria dhe respekti nuk duhet të maten vetëm me standarde të vjetruara, por me mirëkuptim dhe pranimin e të kaluarës së njëri tjetrit. Me kalimin e kohës, të dy filluan të rikuperonin jetët e tyre në mënyra të ndryshme. Nusja u përqendrua te karriera dhe edukimi personal, duke ndërtuar një identitet të fortë dhe të pavarur. Ajo mësoi të mos varet nga miratimi i të tjerëve dhe të mos lejonte që e kaluara e saj të përcaktonte të ardhmen. Çdo hap i saj ishte një përpjekje për të rimarrë kontrollin mbi fatin e saj dhe për të krijuar lumturinë që e meritonte. Dhëndri, nga ana tjetër, filloi të reflektej mbi vendimet e tij. Ai kuptoi se paragjykimet dhe pritshmëritë shoqërore e kishin shtyrë drejt një vendimi të nxituar. Ndonjëherë në heshtje, kujtonte buzëqeshjen e nusës dhe momentet e qeta që kishin kaluar së bashku, dhe ndjente keqardhje për atë që humbi për shkak të mendimeve të tij të ngurta. Megjithatë, ai gjithashtu mësoi rëndësinë e pranimit dhe respektit për zgjedhjet dhe historinë e çdo personi. Në fund, kjo histori nuk ishte thjesht për një martesë të shkurtër, por për mësimet që të dyja palët morën. Nusja arriti të rindërtonte jetën e saj me dinjitet dhe forcë, ndërsa dhëndri mësoi të balancojë bindjet personale me dashurinë dhe mirëkuptimin. Për komunitetin, ishte një reflektim mbi rëndësinë e pranimit të së kaluarës së njerëzve dhe mbi rrezikun që kanë paragjykimet dhe pritshmëritë e vjetruara për lumturinë njerëzore. Në këtë mënyrë, edhe pse fillimi i martesës ishte tragjik, fundi solli reflektim, mësim dhe një mundësi për rritje personale për të dy. Pas divorcit, jeta e të dyve filloi të marrë rrjedhën e saj, por jo pa dhimbje dhe sfida të mëdha. Nusja, e cila ishte vetëm 25 vjeç, ndjeu një boshllëk të thellë që nuk mund ta kishte parashikuar kurrë. Ajo ndjeu se jeta e saj kishte marrë një kthes të papritur, dhe se besimi që kishte vendosur tek dashuria e saj e parë kishte shkuar kot. Fillimisht, çdo ditë i dukej e gjatë dhe e vështirë për t'u përballuar. Një pjesë e saj ndjeu turp dhe frikë nga gjykimi i komunitetit, por një pjesë tjetër e saj filloi të kuptonte se kishte ardhur momenti të merrte kontrollin mbi fatin e saj dhe të mos lejonte që të tjerët të përcaktonin lumturinë e saj. Në ditët që pasuan, Nusja filloi të angazhohej më shumë në edukimin dhe zhvillimin e saj personal. Ajo regjistroi kurse profesionale dhe hobi që gjithmonë i kishte dashur, duke ndjerë një ndjenjë të re pavarësie dhe lirie. Çdo sukses i vogël i rritte besimin dhe vetëvlerësimin. Ajo kuptoi se e kaluara e saj nuk ishte një pengesë, por një mësim i vlefshëm që e kishte bërë më të fortë dhe më të vetëdijshme për zgjedhjet e saj.
Në të njëjtën kohë, dhëndri 30 vjeçar filloi të shikonte jetën me një sy tjetër. Ai kishte qenë gjithmonë i rrept dhe i ngurtë ndaj pritshmërive të shoqërisë dhe familjes. Por tani filloi të ndjej boshllëkun që kishte brenda. Ai kuptoi se vendimi për të ndarë rrugët ishte i nxituar dhe i bazuar mbi paragjykime që nuk i lejonin dashurisë të lulëzonte. Shumë herë në heshtje, ai kujtonte buzëqeshjen e nuses dhe momentet e qeta që kishin kaluar së bashku në ditët e para të martesës. Këto kujtime, ndonse të shkurtra, i përshkonin shpirtin dhe i rikrijonin ndjenja të cilat ai kishte menduar se i kishte harruar. Familjet e të dyve ishin gjithashtu të përfshira emocionalisht. Familja e dhëndrit, e cila kishte mbështetur martesën dhe e kishte parë si një bashkim ideal, ndjeu një kombinim të turpit dhe zhgënjimit. Ata nuk mund të kuptonin pse një gjë kaq e vogël, sipas tyre, kishte shkatëruar një martesë të re dhe të bukur. Megjithatë, me kalimin e kohës, ata filluan të reflektuar mbi rëndësinë e mirëkuptimit dhe respektit për ndjesitë dhe historinë e secilit individ. Familja e nuses gjithashtu përjetoi një dhimbje të thellë. Ata e mbështetën vajzën e tyre në çdo hap dhe ndihmuan të rimëkëmbej vetbesimin. Ata e kuptuan se lumturia nuk matet me standarde të jashtme, por me aftësinë për të ndërtuar një jetë të sinqertë dhe të qetë, pavarësisht nga e kaluara. Ata u bën mbështetës të saj dhe ndihmuan të kuptonte se çdo sfidë mund të shndërrohet në mundësi për rritje dhe zhvillim personal. Në këtë periudhë rikuperimi, nusja filloi të vizitonte një grup mbështetësish dhe seminare për zhvillim personal dhe emocional. Ajo takoi njerëz që kishin kaluar situata të ngjashme dhe kuptoi se nuk ishte e vetme në këtë rrugtim. Përmes këtyre takimeve, ajo filloi të ndihmonte edhe të tjerët duke ndarë historinë e saj, dhe kjo i dha një ndjenjë qëllimi dhe forcë. Ajo mësoi se çdo sfidë mund të shndërrohet në një mjet për të ndihmuar të tjerët dhe për të krijuar një ndikim pozitiv. Dhëndri, nga ana tjetër, filloi të praktikon reflektim personal. Ai shkroi ditar ku regjistronte ndjenjat dhe mendimet e tij, duke përpjekur të kuptonte se si bindjet dhe paragjykimet kishin ndikuar mbi vendimet e tij. Ai filloi të lexonte libra mbi marrëdhëniet dhe psikologjinë e dashurisë, duke kuptuar se dashuria nuk mund të kufizohet nga pritshmëritë e shoqërisë apo të normave të vjetruara. Me kalimin e kohës, ai filloi të kuptonte se njohja dhe pranimi të kaluarës së tjetrit ishte themeli i çdo lidhjeje të qëndrueshme. Ndërkohë, komuniteti ku ata jetonin filloi gjithashtu të reflektojë mbi historinë e tyre. Njerëzit filluan të kuptonin se paragjykimet dhe pritshmëritë e ngurta mund të shkatërrojnë lumturinë e njerëzve, dhe se çdo individ ka të drejtën për të ndërtuar jetën e tij sipas historisë dhe përvojave personale. Historia e kësaj martese të shkurtër u bë një mësim për të gjithë. Një kujtesë se dashuria dhe respekti nuk duhet të maten vetëm me standarde të jashtme, por me mirëkuptim dhe pranimin e të kaluarës së njëri tjetrit. Pas disa vitesh, nusja arriti të krijojë një karrierë të suksesshme dhe një rrjet miq të ngushtë që mbështesnin në çdo hap. Ajo u bë një grua e fortë dhe e pavarur, e cila mësoi se lumturia nuk varet nga miratimi të tjerëve, por nga respekti dhe dashuria për veten. Ajo ndjeu se çdo sfidë që kishte kaluar e kishte bërë më të fortë dhe më të vetëdijshme për zgjedhjet e saj. Dhëndri gjithashtu u përball me sfida personale. Ai filloi të ndërtojë marrëdhënie të reja, por tani me një qasje më të kujdesshme dhe më të hapur. Ai kuptoi rëndësinë e komunikimit, të pranimit të kaluarës dhe të mos lejonte paragjykimet e shoqërisë të drejtonin jetën e tij. Në çdo marrëdhënie të re, ai përpiqej të praktikonte mirëkuptim, respekt dhe dashuri të sinqertë. Në fund, historia e tyre nuk ishte vetëm për një martesë të shkurtër, por për rrugtimin e tyre të brendshëm drejt vetëdijes, reflektimit dhe forcës personale. Nusja dhe dhëndri mësuan se jeta është plot sfida dhe mësime, dhe se çdo përvojë, edhe kur duket e dhimbshme, mund të shndërrohet në një mundësi për rritje dhe zhvillim. Ata mësuan se dashuria nuk matet nga pritshmëritë e tjerëve, por nga respekti dhe pranimi ndërsjellë, dhe se çdo individ ka të drejtën të jetojë jetën e tij në përputhje me historinë dhe zgjedhjet personale. Kështu, edhe pse fillimi i martesës ishte tragjik dhe i mbushur me dhimbje, fundi solli reflektim, mësim dhe një mundësi për rritje personale për të dy. Historia e tyre mbeti një kujtesë e fortë për të gjithë ata që e dëgjuan, se dashuria e vërtet kërkon mirëkuptim, respekt dhe pranimin e të kaluarës, dhe se lumturia nuk mund të masë me paragjykime apo pritshmëri të ngurta, por me aftësinë për të kuptuar dhe dashuruar me gjithë zemër.